muret e spitalit dëgjojnë ulërimat e të afërmve të Gültenit, kur doktori jep lajmin e hidhur të humbjes së saj. Gülteni nuk e del të luftoj plagët që ka marrë dhe pak kohë pas operacionit që pretendonin të shpëtonte jetën, ajo e humbet atë betejë. Në shoqërimin e rënkimeve të pandalshme dhe lotëve që u rrjedhin rëke, ato përcjellin për në banesën e fundit Sanijen dhe Gültenin. E gjithë ceremonia martore shkon pas një incident, por personi që largohet i fundit nga vendi i varrezave do të jetë Züleyha. Ajo shprehet para varreve se ka humbur shoqen më të ngushtë dhe motrën e saj, duke ju referuar Gültenit. Një tjetër person që vajton humbjen e tyre është Fadiku, e cila shprehet para Züleyhas se tani më ka mbetur fillikat e vetme, pasi familje nuk ka dhe familja e vetme ishte Sania së bashku me Gültenin. Züleyha i premton se tani e tutje ajo vetë do të jetë familje për të, si dhe thekson se duhet të mbledhin forcat për hir të qetinit që ka mbetur më së i vetëm, pasi ai ka humbur në të njëjtën kohë dy persona të shtrenjtë, fëmijën dhe gruan. Paralelisht, Gafuri rikthehet në shtëpi vetëm për veten e vajzën e tij, Zymin. Ai përpiqet të jetë sa më i fortë për të, edhe pse ajo vetë jep forcë, ndaj dhe ai mbledh veten, vazhdon të qëndrojë në këmbë për të, pavarësisht se është aq i durmuar, saqë edhe të tjerët e vërejnë që për ditë me radhë ai nuk ha dhe as nuk pi asgjë. Ashtu siç janë, të gjithë përpiqen të bëhen mbështetje Gafurit, veçanërisht Rashidi dhe Fadiku, por ai as nuk pranon ushqim dhe as që t'i flasin e ta këshillojnë. Si të mos kishte dhimbje brenda vetes, ai ngrihet në këmbë, shoqëron vajzën e tij për në shkollë dhe kthehet në krye të detyrës. Ndërkohë, Züleyha kthehet në kompani për të tretur mendjen nga fatkeqësia që i mori dy persona shumë të dashur dhe të afërt. Në kompani e pret Mehmeti, i cili vijon të shkojnë nga pas për të mësuar se çfarë ndodhi me të që hoqi dorë nga martesa e tyre, dhe për më tepër nuk i dha asnjë shpjegim pse. Sado që Mehmeti tenton ta bindë Züleyhan të flasë të tregojë se çfarë po ndodh me të, dhe me ato të dy, ajo sërish kërkon që ta lërë të qetë dhe të vazhdojnë të jenë vetëm ortak në kompaninë e njëjtë që drejtojnë.